Drejtori i shkollës përdorte shkollën, ambientin shkollor për qëllime motive të ulta. Kam paraqitur rastin në polici, sipas menimit tim, ai ishte ardhur të sundoj. Pra kishte ardhur si diktator. Vetë ai ka marrë iniciativën dhe ka bërë skenarin duke luajtur rolin dhe duke qenë regjisor, edhe gjitha i ka përgatitur që të më akuzoj për ngacmimin e 4 mësuesve. Ata thotë se Ljosh Krasniqi në forma të vazhdueshme ka përdorur batuta, fjalë seksuale dhe ka ngacmuar seksualisht shumicën e mësimdhënësve, përveç se atyre të mosës së shtyrë. Unë jam ndjerë i rrezikuar për shkak të raporteve të përkeqësuara. Ljosh Krasniqi ish mësimdhënës në shkollën Ardhmëria në fshatin Ramos të Gjakovës, për sa i deri nga deklaruar pretendimet e tij në lidhje me Lek Darajn, i cili është drejtor i këtij institucioni. Krasniqi ka deklaruar se për vite të tëra e ka përjetuar zullum nga drejtori i shkollës, madje edhe që e kishte akuzuar për një akt të rënd e që sipas tij nuk ishte patur fare bazë. Se Krasniqi më tregova që jo prej vitit 2017 jeni pjesë e shkollës Ardhmëria këtu në fshatin Ramac, edhe më tregova që prej vitit 2021 kanë shfaqur disa probleme me drejtorin e sapoardhur atë kohë në shkollë. A mundesh më tregu për zonën e fillimit të këtyre problemeve? Po problemet në shkollë kanë filluar sa i takon personalisht me dhe drejtorit menaxherit të shkollës Lek Hajdari në vitin 2021, kur kam pas disa dyshime ose kam paraqitur disa dyshime në mbledhjen e rregullt të Këshillit të Arsimtarëve për shkelje të rënda në shkollë dhe në veçantë kam kërkuar që të kontrollohen kamerat e sigurisë për shkaqe se dyshoja që ka shkelje të rënda në punë, pastaj zbatimin e ligjit të duhanit, krijimin e një grupi letrar të shkollës dhe disa gjëra që kanë bërë. Po këto ankesa i kanë prek direkt drejtorin, a kanë qenë për dikon stafit apo për drejtorin? Po ta zamë ligji mbi duhanin ka qenë për drejtorin, për stafin tjetër, sepse ata kanë vazhduar në vazhdimsi që të konsumohet duhani në ambientet e shkollës, ndërsa kamerat tash nuk e di kush është ndjefajtur. Nëse mirë po ato kur nuk janë iniciuar që të kontrollohen, pa dhe pas 3 viteve ato harxojnë rrymkot dhe pas atyre kamera fshihet diçka që vërtet ndoshta do të ishte. Dyshimet ishin që drejtori i shkollës përdorte shkollën, ambientin shkollor për qëllime motive të ulta, të cilat do t'i bëjë publike vetëm para gjykatës. Do thotë drejtori pak a shumë ka ditë që ju ankesat i keni për to. Sidomos këto për kontrollimin e kamerave. A ka ditë që po dyshani për diçka? Unë nuk më paragjykoj, por e them se menjëherë, pas asaj mbledhje, fillon një fushat marrëse ndaj meje. E para ishte me ndalimin në pagë ditën e parë të shkollës, me ditjen nga 1 shtatori deri në 15 shtator, një rast shumë i rrallë që s'ka ndodhur në Kosovë. Pastaj ishte përjashtimi nga gjitha organet e shkollës pa ndonjë procedurë. Pastaj vinte një inskenim i një rasti, kinse unë kam përdorur një dhunë ndaj një nxënësi, për cilën nuk ka asnjë shënim në ditarin e ditës, në ditaret e mësuesve, nuk ka raport mjekësor, nuk ka raport policor e kështu me radhë. Po kamerat e sigurisë nga trasa janë këshyrë, që është pretenduar që asnjëherë kamerat e sigurisë nuk janë shikuar, edhe pse unë kam kërkuar edhe nëpër komisionet për të cilat jam trajtuar tash 3 vjet që të kontrollohen kamerat e sigurisë, dhe komisioni disiplinor i kryesuar nga Mull Zjergja arsyeton kinse kamerat e sigurisë pas 3 muajve dalin nga përdorimi. Kjo nuk është çështje ime, sepse unë jam ekspert i këtyre çështjeve, por unë si mësues, si qytetar, e kam për detyrë që në diçka që dyshoj ta lajmëroj. Po gjatë kësaj periudhe, deri ditën kur ja u kanë dalë këtë pjesën e pagës drejtorit, që thotë prej ne deri në 15 shtator 2023-s, a keni pas ndonjë kontakt verbal me njëri tjetrin, a jeni përballë? Unë kam menduar që edhe ai ka ardhur me detyrë për menaxher si drejtues i shkollës, mirë, po sipas menimit tim ai ishte ardhur të sundoj. Pra kishte ardhur si diktator. Deri në fillimin e vitit 2022 ka qenë gjithçka në rregull, si në raportet e mia me drejtuesin, si edhe me raportet e kolegëve, mirë, po pastaj gjithçka ka ndryshuar. Çka ndodhi që ndryshojnë raportet? Para ankesave apo pas ankesave që ke cili ke shkaku? Nuk ishte menaxheri i mirë. Pra fillonte që na detyronte të punojmë
në diktat dhe me një sundim pra autokrat. Po mas ankesave që ke bo për me ushqyrtu ato ankesa tua për shtatë të shkollës? Zakonisht unë ankesa nuk kam ba organeve tjera, por pastaj mua më ka adresuar 7-8 herë të komisionit disiplinore për shkaqe shumë banale të pa argumentura dhe të gjitha ato komisioni disiplinor dhe komisioni për shqyrtimin e ankesat e mia i ka, i ka refuzuar. Po e kuptoj, po tha që drejtori është marrë ndaj jush. Po du me ditë qofse përveç se ja u ka ndalë me ditjet, a keni pas ndaj përballje tjetër me ditë se ku e ka hallin, basta asaj që po thute? Po hallin ka qenë që të me eliminoj, të më largoj, dhe ka rrit 2 herë që të më largoj nga shkolla, me ato inskenimet e veta dhe me përkrajen që ka nga Drejtoria e Arsimit, nga Komisioni Disiplinor, nga Komisioni për Ankesa dhe nga përkraja partijake, i cili është një militant partijak, shumë i organizuar negativisht, dhe se nuk është vetëm drejtori i shkollës personazhi kryesor, por në prapavi është i mbrojtur nga organet tjera shtetërore, arsimore, kështu me radhë. Po, du me ditë, a këti folë me njëri tjetrin, a den, a jeni përballë? Tash një vit nuk kemi folë njëri me tjetrin, sepse ai mu më ka dhe fizikisht, më ka folë fjallet më banale që mund të thonë një njeriu, të cilet nuk duhet të i përdor që mos të dëgjoj një nxënës apo dikush tjetër, i kam të shënuara, ndërsa para 3-4 muaj më ka shënuar dhe fizikisht, duke me thonë fjallën më të rëndë që mund të thuhet një profesionisti, duke më thonë në fund që ti nuk je për mësues, por je për tregtar. Këto banalitete nuk do t'i shprej, i kam të shkruar, nuk do t'i shprej. Pastaj unë kam paraqit rastin polici, policia ka vërtetuar që nuk është ndonjë rrezik. Unë jam ndjerë i rrezikuar për shkak të raporteve të përkeqësuara, ka një vjet që nuk përshëndetemi dhe komunikojmë vetëm me email. Okej, tash mas kohës kur e ke bërë ankesat edhe kur pothuajse pas te drejtori ka filluar me çka ka ndodhur mandej? A ka pas përshkëllëzim me raporteve t'julla? Po, normal, unë kam qenë shumë i durueshëm, për shkak se ajo çfarë më ka bërë ai mua mund të kesh quar në një situatë shumë tragjike, sepse mua më ka akuzuar, vetë ai ka marrë iniciativën dhe ka bërë skenarin duke luajtur rolin dhe duke qenë regjisor, edhe gjitha i ka përgatitur që të më akuzoj për ngatimin e 4 mësuesve të mia, të cilat janë pra shoqet të punës, dhe nuk kam të tjera, dhe pa ditë ose paraqet në prokurori një kallëzim penal në emër të mësuesve, të cilat janë, ato duhet të jenë vetvetja, sepse janë të përgatitura, në të cilat thotë se Mlosh Krasniqi në forma të vazhdueshme ka përdorur batuta, fjalë seksuale dhe ka nga shumicën e mësimdhënësve, përveç se atyre të mosës së shtyrë, edhe në veçanti të 4 arsimtarëve kolegëve të mia. Mirë po, më pas, në bazë të dëshmive të kolegëve, del se që të gjitha deklarojnë se kjo është nisma e drejtorit dhe se nuk e dim pse kemi ardhur që të mirëmi në dëshmi dhe se nga ngacimit seksual nuk ka asgjë sa takon raportin me mësuesin Ljosh dhe nuk jemi për ndjekje penale ndaj mësuesit Ljosh. Dhe kështu pra pastaj prokurora merr vendim që unë të lirohem nga gjitha akuzat e imagjinuara, atë të kthejmë në vendin e punës, në të cilën pra isha suspenduar në vitin 2024, 3 javë ditë në fund të vitit shkollor, isha e ndarë nga nxënësit. Pra, jo jeni kthy pas akuzave që kanë pushuar hetimet themi për jo, jeni kthy në shkollë, mandej si i largu prap kanë vazhduar problemet. Çfarë probleme? Po ka të shumta. Unë kam një dosje të tërë, ka të shumta. Derisa ai e shet që a ju kanë larguar, jeni largu vetë për shkollës për herë dytë? Jo, për herë dytë më kanë larguar. Për çfarë arsye? Për arsye se ai kërkon nga unë një përgatitje të orës mësimore. Unë nuk kisha raporte me te. Dhe të gjitha planet vjetore, mujore dhe ditore ja dërgoja me email, sepse nuk komunikoja me te. Dhe ai e kam shkresën këtu, më kënë në një farforme që nesër deri në ora kaq të më sjellësh në drejtorinë time. Unë nuk hyja në atë zyre të turpit, unë e quaj zyre të turpit, pse është të turpit, do të shirë pse është të turpit, dhe ai tani shkon edhe më raporton në organet e arsimore, ata më hudhin në komision disiplinor, dhe komisioni disiplinor nuk i merr parasysh kërkesat e mia.
Unë kërkoj mbrojtje ligjore nga Komisioni Disiplinor, siç është me procedura ligjore që të më afrohet një avokat mbrojtës, nuk më sigurojnë. Atëherë pra, çfarë të bëjmë me Lushkasniqin? Lushkasniqi është i pabindur, Lushkasniqi është i padisciplinuar sipas tyre dhe marrin një vendim absurd që mua të më transferojnë në një shkollë tjetër. Si mas disiplinore, e cila me procedura ligjore nuk është e paraparë. Transferimi bëhet kur mua më shut vendi punës, më vjen vendimi për transferim, unë nuk shkoj me nënshkru, nuk e prandoj me shkrim dhe punoj deri me datën 20 shkurt të këtij viti. Edhe ju po i vazhdoni procedura të tjera? Unë jam duke vazhduar procedurat e tilla dhe çka është shumë interesant se mua më 2 vjet ma sjellin para 4-5 ditëve me datën 19 vendimin për shkëputjen e marrëdhënies së punës. Ma sjellin në shtëpi 2 persona që nuk i di, pa adresë, dhe siç shihet pra kanë një tendencë që të më dëmtojnë, mirë po. Do të thënë kjo ka ardhur sipas sojë refuzimit për të pranuar transferimin si mas disiplinore. Unë këtë transfer nuk e kam nënshkruar, nuk e kam pranuar dhe nuk e pranoj. Si të tillë, dhe ata i kanë bërë punë të tyre dhe unë e bëj punën time.